Sipas profesor Robert Service, presidenti amerikan Donald Trump po sfidon marrëdhënie tradicionale të Perëndimit dhe po lë Europën përballë dilemës mes ndikimit rus dhe diktatit të ri amerikan. Duke krahasuar botën me romanin e George Orwellit 1984, Service shpjegon se situata aktuale globale ka ngjashmëri me konkurrencën e tre fuqive, SBA, Rusia dhe Kina. Por Trump, sipas ekspertit, vepron në mënyrë të paparashikueshme dhe manjake, duke krijuar tensione që kërcënojnë sigurinë globale. Rusia nuk është më superfuqi absolute, ku ende ushtria e saj është e dobët në Ukrainë, ku lufta hyri në vitin e 5 të saj. Kina ndërkohë redukton Rusinë në një vasale ekonomike duke zgjeruar ndikimin e saj në Siberi dhe Azinë Qendrore, por Trump vazhdon të përpiqet të krijojë një aleancë ruso-amerikane, duke bërë hapa si ftesa e Putinit në bordin e paqes për Gazën, duke shfaqur interesat jashtëzakonshme për territore si Groenlanda, Panamaja apo Kanadaja. Politika e tij ka shkaktuar çrregullim në aleancat tradicionale, duke e bërë NATO-n më të brisht dhe duke rrezikuar besimin midis SBA-ve dhe Europës. Fuqitë e mesme dhe vendet europiane po përballen me presione direkte që përfshin kërcënime ekonomike dhe politike. Në këtë kontekst, Aleanca Perëndimore humbet kuptimin e saj për amerikanët. Service paralajmëron se doktrina e Trumpit e quajtur Don't Row mund të vazhdojë edhe pas largimit të tij nga shtëpia e bardhë. Kjo do të konsolidojë një SBA që i mbetet e drejta e dominimit absolut, ndërsa fqinjët dhe aleatët do të duhet të zgjedhin midis nënshtrimit dhe krijimit të marrëdhënieve të reja strategjike. Në fund, profesor Service thekson se Perëndimi, Europa dhe Kanadaja duhet të gjejnë mënyra për të përballur me këtë administrat pa shpërthyer një luftë të re të ftohtë, duke ruajtur sovranitetin dhe interesat e tyre ekonomike dhe strategjike. Një rrugë e gjatë dhe e dredhur qëndron përpara dhe çdo gabim mund të çojë në një humner globale. Përfundon Robert Service, profesor i historisë ruse në Kolegjin St. Anthony's, Oxford.